Ditën e sotme në Durrës nafta ashtu si në të gjithë vendin tregtohet me 187 lekë për litër, 3 lekë më pak se mbledhja fundit e bordit. Ndërkohë çmimi i benzinës është caktuar 174 lekë për litër, 5 lekë më pak se vendimi i fundit i këtij bordi. Në njoftimin e tij përshtyp, bordi i transparencës ka bërë me dije se në mbledhjen e radhës ka vendosur çmimi i shitjes me pakis i nën produktit gazoil i standardit SSHN 590 të jetë jo më shumë se 187 lekë litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 175 lekë litri. Çmimi i shitjes me pakis i nën produktit benzinë standardit SSHN të jetë jo më shumë se 174 lekë litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 162 lekë litri. Çmimet e caktuara nga bordi do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të këtij bordi, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Bordi ka theksuar se të rreqë vëmendjen e çdo operatori të shitjes me shumicë dhe pakicë të nën produkteve të naftës mbi detyrimin e zbatimit të këtij vendimi. Në rast të shkeljes të konstatuara nga operatorë të ndryshëm theksohet në njoftimin e bordit, do të vendoset pezullimi i aktivitetit. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, së bashku me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, janë angazhuar të mbrojnë interesat e konsumatorëve shqiptar dhe ruajtjes së parimeve të konkurrencës së ndershme në treg, theksohet në njoftim.